Me Lumirin kryetar? Nuk jam njeriu me i lumtur në botë që ndaj me ju këtë informacion mish, por po e ndaj një informacion bukur ekskluziv. Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zhvillime të furishme, të themi. Është Gazmend Muhaxheri dhe Kujtim Shara që kanë dhënë dorëheqje, janë totalisht të pakënaqur me mënyrën se si ka vepruar Abdi Gjiku në raport me kryesinë e re, dhe të njëjtit po kërkojnë nënshkrime që të mbledhet kuvendi jashtëzakonshëm, i cili do të pretendonte ta shkarkonte Abdi Gjikun dhe ta bënte kryetar përparim Ramën. Kjo është iniciativë, po e them me emra, me mbiemra, kush po e bën iniciativën, çfarë është duke ndodhur brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e dim nëse do ta fitojmë apo jo. Ndërkohë, ka raporte të jashtëzakonshme të zonës Osmani me zotin Rama, me përparim Ramën, dhe në të njëjtën kohë dhe me Lumir Abdi Gjikun, pra duket sikur zoni Osmani nuk ka anë në këtë përplasje të re që ka filluar brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe po marrëdhëniet mes përparim Ramës dhe Lumir Abdi Gjikut janë në pikën më të dobët, më të ulët që kanë ekzistuar ndonjëherë.